Përshëndetje. Sot e të flasim për funksionimin e dëmtuar në aktivitetet e përditshme dhe si sfidat e shëndetit mendor mund të ndikojnë në jetën tonë të përditshme. Vështirësia për të funksionuar në aktivitetet e ditës është kur simptomat e shëndetit mendor e bëjnë të vështirë marrjen e përgjegjësive të përditshme, si në punë, marrëdhëniet me të tjerët ose në kujdesin për veten. Ju ka ndodhur të ndjeni të mbi ngarkuar dhe duke luftuar me detyrat themelore. Ngritja nga shtrati, vazhdimi i punës ose të qenit të organizuar, ju dukeshin të pamundura për t'u përfunduar. Kjo mund të krijojë një cikël afatesh të humbura, marrëdhënie të tensionuara dhe stres të shtuar. Dy faktorë kryesorë që shpesh herë luajnë rol këtu janë strategjitë e keqpërshtatura të përballimit dhe disregullimi emocional. Ndonjëherë, njerëzit mbështeten në strategjitë jo të duhura të përballimit që në fund të fundit vështirësojnë aftësinë e tyre për të funksionuar, si zvarritja e detyrave, përdorimi i substancave ose puna e tepërt. Për shembull, zvarritja mund të çojë në një grumbullim detyrash, duke rritur stresin. Përdorimi i substancave mund të maskojë emocionet për një kohë, por gjithashtu ndikon në energjinë, fokusin dhe motivimin. Puna e tepërt, si shpërqendrim, mund të çojë në djegje, duke e bërë edhe më të vështirë ruajtjen e ekuilibrit. Disregullimi emocional do të thotë të kesh vështirësi në menaxhimin e ndjenjave intensive, të cilat mund të bëjnë dikë të reagojë fuqishëm ndaj pengesave të vogla. Për shembull, një gabim i vogël mund të shkaktojë zhgënjim ose trishtim të madh, gjë që e bën më të vështirë fokusimin në detyra. Ky ndryshim i përnjëhershëm emocional mund të prish rutinat dhe marrëdhëniet e përditshme, duke përforcuar stresin. Vështirësitë për të funksionuar gjatë ditës mund ta bëjnë jetën e përditshme të ndjehet sfiduese. Duke kuptuar këta faktor kontribues, ne mund të identifikojmë më mirë se çfarë lloj mbështetje mund të përmirësojë funksionimin e përgjithshëm dhe mirëqenien mendore. Faleminderit që keni ndjekur këtë video dhe mund të vazhdoni të shikoni videon e radhës mbi aktivitetet për të përmirësuar funksionimin tuaj të përditshëm.